Kryetare, një prej problemeve tjera që e kemi diskutu në vazhdimsi ka të bëjë me cilësinë e arsyetimeve në vendimet gjyqësore. Sa është problem kjo në gjykatën themelore në Gjakov? A ka kritika që arsyetimi duhet jetë më cilësor, duhet jetë më i bazuar dhe më i detajuar në mënyrë që të jetë më i lehtë për të kuptuar dhe në fakt edhe kur ta takohet të jetë më i qëndrueshëm? Vendimet gjyqësore duhet të jenë të kuptueshme jo vetëm për gjyqësorin, palët në procedurë, por duhet të jenë kuptueshme edhe për publikun. Na me shprehim gatishmëri që lanë të kthyen në gjykim, t'i marrim parasysh sidomos kritikat edhe të shoqërive civile dhe jemi të kujdesshëm në përmirësim. Jemi autokritik në këtë aspekt, nuk bën ta mohoj një të gjetur të tillë, por që jemi drejt përmirësimit. Kryetare, çysh është komunikimi juaj me aktorët e shoqërisë civile, qoftë nivelit lokal, qoftë nivelit qendror dhe po ashtu me mediat? Sa është transparente në përgjithësi gjykata themelore në Gjakov? Njëra prej prioriteteve kryesore të gjykatës themelore në Gjakov është edhe rritja e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, e që akteri kryesor në rritjen e besimit të publikut është edhe rritja e transparencës së gjykatës. Gjykata themelore në Gjakov ka disa mekanizma që ndikojnë në rritjen e transparencës, të tilla se publikimi në vazhdimsi i vendimeve disiplinore në webfaqe të Këshillit Gjyqësor të Kosovës mund gjeni gjitha vendimet disiplinore të refuzuara që janë të publikuar, ndërsa ato vendime disiplinore që nuk janë të publikuar referohen tek autoriteti kompetent. Ka mekanizmi i publikimit të vendimeve gjyqësore, përjashtimisht atyre që ligji nuk i ka parapa që të publikohen. Në vitin 2018, kur ka fillu publikimi i këtyre vendimeve, gjykata themelore në Gjakov ka pas dikun afër 400 vendime të publikuar, ndërsa nëse flasim për vitin 2025, kemi pas rritje të jashtëzakonshme të publikimit të vendimeve, ku janë publikuar 7.000 vendime gjyqësore. Mandej është edhe publikimi i seancave në webfaqet të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, njëkohësisht edhe publikimi i seancave dhe në monitoret që janë vendosur në korridoret e gjykatave, mbajtja e seancave gjyqësore në sallat të gjykimit, që është një hap që ka bërë gjykatën më transparente dhe që ju ka dhënë mundësi publikut, shoqërive civile, mediave që të ndjekin seancat gjyqësore në gjykatën themelore në Gjakov. Ju e dini, në 2024 në gjykata themelore në Gjakov ka ndruar objekt dhe tani pa përjashtim secila seancë gjyqësore në seli të gjykatës themelore në Gjakov mbahet në salla të gjykimit. Gjitha rastet, gjitha seancat? Të gjitha seancat mbahen edhe në penale dhe në civile? Në të gjitha. Një shembull i mirë që nuk e kemi në gjykatat e tjera. Këto ka mundësu objekti i ri i gjykatës.